shumë akuza ndaj fetarëve, ma shumë janë kurtha psikologjike, janë si nyje, janë si pengesa me të shtimu u marë ty me tu mënu ti mu shfajsu, që me të lanë ty gjithmonë në bank të akuzuarve. Më kujtohet, e lexojshim një libër, është një libër në një autori Shauqi Ebu Khalil, vitet 1970 ka dalë libri. Aty thot, titulli i librit është Islami në kafazin ose në bankën e të akuzuarve. Do me thonë është si me thonë, taktik psikologjike, që ty me të lanë gjithë të mbrojt, edhe detyrojnë ty tash ti me funksionu me reakcion. Jo me aksion, me reakcion. Po du më ju referu një ajeti kuranor, Allahu i Madhreshëm na tregon një problem të idhujtarëve, një farakuze të idhujtarëve, që ja kanë drejtu Muhamedit a.s. Po i tham akuz në thojza se si shdosh me kon akuz, po ata e kanë pas si akuz, ata e kanë ngrit si akuz, si fajsi, e i Madhi Zot e ka trajtu në Kur'an, që është puna e këtij pejgamberit, ky po hanke buk, edhe po ecën e për tregje. Imagjinoni, që kjo është një akuz në drejtim të Muhamedit a.s. Do më thonë idhujtarëve, s'piu pëlqen pejgamberi, nuk piu pëlqen, kanë një vërejtje për Muhamedit a.s. Kanë një vërejtje në formë akuze, formë fajsie, cila është vërejtja, nuk jetu na pëlqy zotni, se po hangshë bukti. Edhe dyta, ti po dilshen në trege, po dilshen pune, po dilshen e për jetë, po shëtitëshen e për jetë, edhe kjo s'po na pëlqen neve. Ndërkohë, ngrënja ushqimit, edhe dalja në për tregje, angazhimi me jetën, janë vlera të mëdha njerëzore, nuk bin desh absolutisht me profetsin, madje janë vlera që përfaqësojnë edhe një mos të madhe modestin, për kundrazi. Fakti që pejgamberi han, edhe del në tregje, është një formë ose një mënyrë ku ai e shpërfaq modestinë e tij, thjeshtësinë e tij, edhe aftësinë e tij me i kuptu hallet e njerëzve. Domethënë një njeri që del në treg, del në jetë, një profet që del në jetë, domethënë e kupton sakt hallin edhe shqetësimin e njerëzve, edhe nuk ju flet njerëzve veç prej xhamie, ose prej mimberit, ose prej bibliotekës, po thjesht është në teren edhe ishe hallet. Kjo ish dasht mu pasi për parësi, po te idhujtarët e Mekës, kjo shihet si e met.